konsensual, atër kish pas kuptim. Por se po dalë me një kandidat partijak, derisa një prej parimeve para ka qenë që kandidatët do t'jenë për te partive. Për çfarë kandidati është ky? Për te partive. Po, veç, në mënyrë, sot është dita e fundit. Sot është dita e fundit. Lëvizja vetëvendosje nuk ka pas. Ka pas emër konsensual vetëvendosja. Kohë mjaftueshme pastaj. Që s'ka pas kohë mjaftueshëm. Jo. I ka thirr këtë takimet. Kanë diskutuar ka 2 orë me këtë lider. A ka pas emër partia që po i takoj ka presidenti? Partia e parë me 50%. A ka pas emër konsensual? Njëra prej deklaratave të zotit Konjufca, kur është pyet, pse s'po vini me një emër, ka qenë që nëse ne e vendosim një emër, pastaj partitë opozitare do t'i mbështesin për muri, sepse s'ka çka mu diskutuar, sikurse sot. Po vetë se nuk ka ardhur asnjë kërkesë, asnjë emër prej partive opozitare dhe mendoj që lëvizja vetëvendosje nuk ka pas qëtër alternativë. Ja është dashur me dalë me një emër, ja me i çuduar, sikurse partitë opozitare thonë që unë nuk kam kandidat që vërtet nuk ka Nëse e ki përfundu, tendenca e vetëvendosjes nuk është, edhe më thënë vetëm problemi president. Tendenca e vetëvendosjes është me kriju parti shtet. Kjo është me presidentin. Po jo, lidhet me timen e presidentit lidhet, sepse juve ju pëlqen kandidatura vetëvendosjes politike partijake, a partitë opozitare nuk është dashur me pas kandidaturë partijake politike. Kjo është e para. Kjo është opozita është dashur me propozu një kandidat konsensual, a partia vetëvendosja jo konsensual. Kjo është